Ja ta verifikoj, po të lista ishin. Nuk kanë qenë firmtar, po që kanë qenë si Italia pra më... Italia dhe i vend tjetër europian ishte si... Mos gaboj, ta shikoj listën, po kam përshtypjen që ishte Kroacia, kam përshtypjen që Kroacia ishte... Megjithatë, sa ta gjej unë te lista. Ergys, mendon që cënon temi i raportin tonë me Europën? Varet deri ku shkon kjo gjë. Unë për momentin nuk di të them, edhe nuk jam as kompetent them vërtet në këtë lloj fushë, por unë nuk e shoh paktën marrëdhënien tonë me Amerikën si kushtëzuar, pra ne duhet në një farë mënyrë i kemi të dyja palët pjesë të, do të thënë, aleat në planin gjeostrategjik dhe ne nuk duhet që të kushtëzojmë marrëdhënien me njërin, marrëdhënien me tjetrin. Dhe nuk besoj që Europa do hatërmbetet, po përdor terma jo të përshtatshëm profesionalisht, me Shqipërinë nëse ajo ka marrëdhënie të mira me Europën. Por nëse ne vetë ofrohemi për të bërë shërbime shërbas në ato pika të cilat të mëdhenj zihen me njëri tjetër, patjetër që këtë unë e shoh jo pozitive këtë dhe shoh tendenca që Rama ta bëj këtë. Pra në një farë mënyrë ne duhet të qëndrojmë neutral në problemet që Europa ka Amerikën. Pastaj sigurisht që afrimiteti i Shqipërisë me të dyja palët është okay dhe s'ka pse të zgjedhë se s'bën njëri midis të dyve. Është themi, po ta thjeshtoj për dëgjuesit, si fëmia midis prindërve që dahen. Nuk është të thënë që ti të qëndrosh me njërin dhe të urresh tjetrin për hir të njërit. E vërtet. Do thënë prindit janë në thelb, pa e marrë në sens patronazhimi ose paternal këtë lloj krahasimi, janë të dy të afërm për fëmijën dhe ai duhet të ketë marrëdhënie të mira me të dyja palët. Ambasador, vendet që kanë qenë ka qenë Bashkimi Evropian, pra ka qenë Bashkimi Vëzhgus, ka qenë Gjermania, ka qenë Polonia, ka qenë Bullgaria, Norvegjia nuk është pjesë e BE-s apo jo, po ka qenë Finlanda, ka qenë Hollanda, Austria, Greqia, Slovakia, sigurisht, Çipro, Kroacia, pra ka qenë Kroacia, po nuk ka qenë Republika Çeke, Italia, po i marrë me radhë gjitha, Hungaria, Rumania, Hungaria ishte në bord. Po. Këto kanë qenë vende që kanë qenë ose firmtar ose vëzhgues. Pra, edhe Gjermania ka qenë, sigurisht me status tjetër, po Gjermania është Gjermania. Është motori i ekonomisë së Bashkimit Evropian. Po, do më thënë, çfarë perspektive ka Shqipëria? Janë dy, të themi, drejtime. Një është çfarë ndodh, dhe një që mendoj unë që duhet ndodhi, apo çfarë rezulton nga çfarë komentësh dëgjojmë. Ajo që vëzhgoj unë që do ndodhi, ne do jemi në atë situatën nga të fryera. Janë më të fortë amerikanët, do shkojmë as amerikanët, janë më të fortë europianët, do shkojmë as europianët. Pra nuk ka një bosht të politikës shqiptare. Të lehtë jemi, era dhe merr. Në këtë ma kanë vënë duke dhe ata që kanë qenë të ngarkuar me Shqipërinë në zyrat ndryshme, desk officer në Departamentin e Shtetit, në 92-shin, pastaj në Holland, pastaj në Austri, kanë vënë duke këtë gjën që kush është realisht politika shqiptare e jashtme. Dhe politika shqiptare e jashtme në 30 vjet e fundit ka qenë integrimi në Bashkimin Evropian, që është një plan burokratik, nuk është politik. Ti do të kesh një politikë nacionale dhe pastaj në funksion të politikës nacionale që ketë interesave kombëtare, do të bëhesh edhe antar i Bashkimit Evropian për të realizuar objektivat e tua politike, të cilat unë nuk i di. Duke qenë për 40 vjet në jashtme, nuk i di kush janë objektivat politike përveç integrimit në Bashkimin Evropian. Në terma poetike thuhet kombi shqiptarë të bashkohen familjen europiane, po është vërtet që një strategji të shkruar nuk ka. Okej, atëre. Besoj kësaj referohen. Atëre, ajo që do ndodhi, sepse ka një gjë që ne historikisht nuk kemi qenë në gjendje të shikojmë matan murit ose të shikojmë të nesërmen apo të pas nesërmen. Në qoftë se shpërthen një luftë në Iran, siç po duket që do shpërthej, do jetë fillimi i fundit perandorisë amerikane. Kështu që në qoftë se mas 10 vjetësh kur kolegja e kësaj presidenti Osmani do ketë telashe me serbët, Trumpi nuk do jetë më atij që ta marrin telefon ta ndihmojë. Sepse nuk do jetë vetëm Trumpi, por nuk do jetë Amerika ajo që është sot. Në qoftë se fillon realisht një luftë me Iranin, Amerika shohim këtë, se me Trumpin nuk i dihet. Ta shohim. Po. Se mund të jetë një bllof i fortë. Mirë, po, ki parasysh shumica e ekonomistëve me famë në botë mendojnë që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në fazën 5 të proceseve të ekzistencës dhe të rënies perandorive. Dhe mbas fazës 5 vjen rënia, që rënia është e menjëhershme, nuk ka hapësirë kohore. Kështu që në këtë këndvështrim, vendosja e vezëve në sportin e amerikanëve për të ardhmen e sigurisë shqiptare
Kam përshtypjen që unë nuk jam i vetmi që mendoj kështu, është e dyshim, dhe në momentin që po jetojmë, unë mendoj që do vi një fazë nacionalizmi shqiptar si ajo që lindi gjatë kohës luftës në Kosovë, ku shqiptarët ishin vërtet jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj asaj që ndodhte me kombin natyre. Pastaj gradualisht, gjithë këto gjërat evropiane, globaliste, që do jemi gjithë edhe grek edhe serb edhe italianë edhe gjermanë, se do jetojmë në një botë pa kufi dhe Shqipëria do bashkohet në ato që thatë juve shqiptarët gjithë bashkë. Gjithë ato kanë bërë që të mpihet e gjithë ajo ndjesia e shqiptarizmit tek shqiptarët. Koha që po vjen, e frymëzuar nga zoti Trump, është nacionalizmi. Interesante. Sokol, unë mendoj se Rama është pozicionuar dhe Shqipëria është pozicionuar, i ka dhënë vezët po përdor në shportën amerikane, jo për Shqipërinë, por për Kosovën, për komandantët, për luftën. Edhe këtu, kur them këtë, i referohem vetëm fjalimit sot. Pra, çfarë tha Rama sot në fjalim? Bëri pjesën e parë që do e bënte në kushte tjera, do e vazhdonte, po t'ishte